Shkodra u elektrizua nga atmosfera unike e Motofest Shkodra 2026, eventi që bashkoi qindra motorist, adhurues të rockut dhe vizitor nga vende të ndryshme në zemër të qytetit. Sheshi u kthye në një skenë të madhe feste me muzikë live, motor dhe atmosferë unike që dominoi qytetin deri në orët e vona. Të apasionuarit pas motorëve nga Shqipëria dhe vende të tjera të botës zgjodhen Shkodrën për të qenë pjesë e këtij festivali, duke kthyer qytetin në një piktakim të kulturës moto dhe rockut. Një kënaqësi e madhe të udhëtosh me 2 goma. Është një adrenalinë po, vetëm ai si e provon, vetëm ai e din. Pra, unë para se me hyp në motor, unë kam një trillë e trupit, kam emocion. Pra, është adrenalinë që ta jep motori, a kënaqësi e madhe. Është bukur për Shkodrën e për këtë motoristat se bashkohen, festojnë, jena grupi Stilloins, jena Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Kur të rriten në më bë motorist. Koncertet live ndezën natën e parë të festivalit, ndërsa performanca energjitike dhe ritmet e rockut krijuan një atmosferë plot adrenalinë dhe emocion. Motofest Shkodra vijon edhe për 2 ditë të tjera me radhë me parada motorësh, moto show dhe koncerte që pritet të sjellin edhe më shumë pjesëmarrës dhe vizitorë në qytet.